ora nuk po këqyret, gjithçka është gati. Ka me konë 100% në qyshe keni pa në projekt. Deri me 1 janar 2026 ka me konë e kalume që ka thonë Zoti. Se veç Zoti mundet me ndalë të sen. Më gëzon një fakt, kur i shot popullin ta mirë, i shot pa përqam, i shot, kur thojnë razillak me pas në zbeti, me pas harmoni, me dash njëni tjetërin. Jam që 60 vjetë, jam men për i Rozhajës, tu jam mërtu, e kom shpijem Mitrovica, për para 4 pjesa verijote që tash është Mitrovica, primu Mitrovica, gjithë të konë. Mija po shkon regullu shkollë, gjithë kena duhë prit e ura ibrit, mija me arë që tash porin, po shkon da po dalna, po bashkohot, edhe to shpejt ka me bashku, shpejt. Sporti ju falenderoj dhe përshëndes që keni ardhur. Punimet e kam theksu, kanë ecë gjithmonë si mas planit që kemi planifikuna si firma Edi Kompani. Vështërsitë më të mëdha kanë qenë të nisë prej ujit që dihet. Pra po kena fillu dikun një muaj me punë efektive këto te ura e dytë, pas urës të parë që kemi përfundu për një muaj pak 10 ditë parafërsisht dikun punë efektive kanë qenë të firmës Edi Kompani, që është punu gjithçka, është punu prej durve të punëtorëve dhe të mija, nuk ka pas parafabrikume asnjëherë. Është ura e parë që ka qenë e punu me pej një kompani, është ajo ura. Gjithçka në vena aty? Gjithçka është punu, trajet janë punu në plac, ku kemi në placën Edi Kompani, edhe kemi bardë, po nuk i ka punu dikush tjetër, kemi punu na. Gjithçka, prej arë deri në zhë është punu prej Edit Kompani, punëtorëve të Edit Kompani që jam falenderu çdo herë, edhe prej djemve, vllaznive, familjes tem, mu si Edi Kompani menaxheri. Dhe pastaj kemi kalu këto, po punë efektive kemi diku një muje, do të 15 ditë këto, nuk e di kemi shënimet në... Deri qito që keni ardhur? Deri qito, po. Edhe problemin e kemi pas mas shumë të uji, se jena në nivel të ujit, që është dasht me hi me themel pllaka e me... Nuk e di sa i kuptojnë njerëzit këto, ata që punojnë ndërtimtari i kuptojnë. Unë e punoj këtë punë prej fëmijë, prej para lufte, pas lufte, masi kam mbaru luftën e ushtrisë të Atësës, kam zgjedh këtë punë, këtë rrugë, dhe ja ku jena sot. Dhe me thonë, kena kry punë, dikon, me thonë, punë me llogarit, punë e mëdhaja që janë kry ato që kanë qenë problemi i ujit. Deri këto është kry, domethënë jena dalë prej ujit. Ta që ka me? Ka qenë themeli i urës këtu poshtë, i shtyllave, ka qenë ajo rrethoja ku ka mu mill pema, që janë krejt format romullakta, pozicione që janë të rëndësishme me i punu edhe kanë shumë... Këtu a jënë punu këtu, a këta... Gjithçka është, këtu punohet gjithçka. Aty për aty? Aty për këtu punohet gjithçka në anë. Është punu diga, në punu shtyllat, është punu rrethoja e pllakës digës që ka me hi ujë për punë dhe me zbrit poshtë, që kanë mendos gurë. Keni pa edhe në projekt, sigurisht. Kena punu kanalin që ka me hi ujt, i ka ato dritaret, që me thonë, nëse te prën ujë nuk mune përbine e se ka në hernaj vërshin të madhë, jenë prapë në për ato dritaret edhe kalan knena. Ko ka planifiku edhe ajo për vërshin? Gjithçka është e planifikume, e kena edhe pjesën tjetër që duhet me bo, ajo pjesë edhe atje ku është ujë. Tash jena të e bo plakën e kanalet që ka me dhe për të ujtë, edhe kjo pjesë është për bazenin e peshqve, edhe ajo pjesë aty, të dy anët janë hyrje dhe dalje ujtë. Se bazenin i peshqive, bazenin... është një farë lloj si bazeni, me thonë që ka më bo me do të trajet betonit edhe jep një farë pjesë e asaj. Për zbukurim, bukurim. Për zbukurim. Ka me konë 100% në qyshe keni pa në projekt. Kur ka me u realizua ashtu? E kam thonë e kam folë ata, kam thonë deri me 1 janar 2026 ka me konë e kalume që ka thonë Zoti. Se veç Zoti mundet me ndalë të sene. Dhe më thonë unë 1 janar me marë kamermanin edhe me marë...
nashta ki marrë ma heret. Edhe ma Ajo është data e fundit. Se mendoj, unë nuk do data që s'muna me dalë aty. To është proceset, po thëmë të zotit, janë kejnë dorë të zotit jena. Mundet me nalë, mundet me na marrë shpirë dhe gjithash. Po, jo, të kur ka thonë zotit, s'ba ndryshe. Po, si mas planeve tona, na bëjmë planet tjetër kush i caktan. E kam thonë, veç zotit mundet me na nalë. Nuk mundet me na nalë kërkush tjetër. Edhe me thonë shteti na le punë, është tjetër. Po njerë s'ka kufar të lashtë. Ja, s'ka problem. Rreth kësaj pune. Tash jena në fazën e plakave. Ka me konë plak, pe atje, deri ka tjenë fund. Ka me konë edhe plaka poshtë atje. Jena të pregadit hekin në formën hardcore, që është puna pe me precizë dhe matë komplikume që duhet me u punu. Edhe rasisht së më ka ndra mu hise këto punë. Po e du këtë punë. E dojna. Historikisht e kena tradit. Me qytem babadam. Pej babgjyshit tem, babgjyshit islam. Një dedia, ran, një gjallare, na e vlaznia, krejt e punojna këtë punë. Une nuk kam qef për gjona që janë personale, po për ta theksej, kam theksu në sëjnë. Unë jam nën kontraktor. Unë jam nën kontraktor, po nuk kam probleme për pagesa. S'kam probleme për pagesa. Unë jam këtu punu, s'kam probleme as me qeverin, as me komunën, as një njëri, mikit tokë, unë s'kam as një problem. Deri me sot, ja, inshallah kur as unë as kërkush nuk ka. Gjithçka është në rregull. Të gëzon këtë fakt që gjithçka ba? Më gëzon një fakt, kur i shoh popullin tam mirë, i shoh pa përçam, i shoh, kur thojnë, razillak me pas në zbeti, me pas harmoni, me dash njëri tjetrin. Se tu e dash njëri tjetrin, edhe këta punëtorë tu që i kam edhe unë bashkë me ta, tu e dash në njëri tjetrin ecën për ta. Shteti jonë, populli jonë, është shteti më i ri në Evropë, në botë. Këtë do me u përparu, me u zhvillu, me u ndërtu me ato cilësit më të larta evropiane. Na duhet me ecë edhe një hap ma lartë me ndërtime se sa Evropa. Se ata ka nesë dhe i dikun, po na duhet me ndërtu diçka që se ka dikush. Apo ka interes për qytetarëve, apo afrohen, apo i bon përshtypje kur përfundon, apo të... Ka shumë interes, për që ata përshtypjen e qytetarëve, të njerëzve, ato dilemat e kam thonë, që data e funit është deri me atë kohë. Tu i marrë parasysh, se nështë e shkryllë ma heret kohën, që mu neve minimumin janë 20 dit na i ka hup ujë. Deri sa keni... Se te, kulinarën me në gjesë, aki, s'kena mujtë me përnu gjithë ditën të hiqë ujë me maqina, me pumpa, me bagera, me të gry, daj një onë, njëse për shep edhe vetë. U dashtë më nalë lumi komplet. E dini sa është lumi iber. Edhe, do me thonë kena arrit me i menagju. Folë zotit edhe ekipit të mirë që e kam të punës, e kena menagju punën deri këtu. Tash, besoj që kanë me konë sanet më atleta, janë definu me një fjallë. Tash veç kanë me orë në përvena këni me Po, kanë me orë gjonat në përvena, tash fillojnë me ato plakat, po thëmë, plak, këtu, kjo plak atje, edhe kanë me u lidhë gjitha. Tu ka me konë një shëtitore, në gjilindera, kjo pjesa plak, disa ullëse ku pushoj njerëzit. Ka me konë kete rëmullak, ta veç kjo? Kete rëmullak. Kete këmëzat? Në fund ka me orë, në fund rëmullak e gjitha. Menaxher nëse s'ka diçka tjetër me shtu? Une, me të thonë drejten, po më vjen keq se po më vjen me dalë në përmet, po masi më thirë se nuk po kam qef shumë me dalë në media, se njerëzit dhonë disa komente ndryshme, po betona zot që se kam as për karierën e njeriut e ndërton vetë, qysh e li. Karriera nuk ndërtohet me punë të liga, nuk ndërtohet me punë paliqshme, nuk ndërtohet tu i thonë njëni tjetët ajo kështu e kështu, po ndërtohet me punë, me sjellje, me veprat mirë. Na kem obligim, po e thamë, kem obligim shumë të madh, gjenerata pas, më lënë mesazhe dhe punë të mira. Me i mësu në rrugën, ku të hapsh një rrugë, dush me bëj rrugë të mirë. Edhe na me ecë për para gjeneratat e reja që vinë pas me pas një rrugë të mirë, një autoban, me i fjallë, me veprat mira, me punë të deshme, të sjellshme. Unë i kom pas dje 100 zonë sa këmë nërë vizitu. A pret që kom e kone frekuentume? Shumë. Shumë pres. Pres edhe për i mergjimtarëve ku të vinë, e presin me pa dërim, më shkrujnë privat, messengjere, që jam një hapën për të nuk maj gjithë shka në shef, gjithë shka është në rregull. Faleminderit, Faleminderit juve, respekt juve.
Unë jam Fatima Zatriqi, jam që 60 vjetë, jam men për Rozhajës, jam mërtu, e kom shpijen Mitrovica, për para 4 pjesa Veriut, që tash është Mitrovica, primu Mitrovica, gjithë të konë. Ale që tash, që është kanë marë kurti, na kena qelë sytë, të mija po shkonë regullu shkollë, gjithë kena duhë prit e ura ibrit, të mija me arë që tash po rinë, po shkonë dhe po dalna, e që tash po marron një... Qysh po do këtë ndërtimi kësa jure, a e zgjedh problemin e kalimit prej pjesës jugore në veriore? Jo, për neve shumë e mirë u bo, shumë e mirë, menzi kena prit, o ko një rruga vogël, do si kanë prishë që tash shumë, s'ka matë mirë dhe që to që ka nisë me punu. Ele poshë Bosnjak me hatë që kanë rrugë shumë mirë kanë bo. A pre që ko më kry shpejt? Po, shpejt kanë me kry, ele natën ele ditë po punonë. Shpejt, ale janë shumë vime. Pi për cjell natën të punu? Po, vala deri 10 ora, unë e po shetit krena deri 10 po punon. Po, Unë e po shetit aksanë se betëqeri, ele deri natën, deri 10 po punon. Po bashkohot, ele to shpejt kanë me bashku, shpejt. Faleminderit shumë. Faleminderit ale për juve, shumë faleminderit. Ora nuk po këqyret, gjithçka është gati. Si që tha edhe menaxheri, 1 janari do t'jetë dita ku gjithë Mitrovicasit e pjesës jugore do të vinë këndej në pjesën veriore. Kjo urë do t'jetë e treta pas asaj ekzistuese, pra që ka qenë gjithmonë dhe e ka bashkuar qytetin. Pra është njëra nga to, mirë po është e mbyllur për automjete, e lejohet vetëm për këmsor. Ndërsa tani, qytetarët e të dyja anëve do t'i kenë 2 mundësi. Këndej, që do t'jetë e përfunduar nga 1 janari, ajo që ka qenë, ndërsa është ndërtuar edhe një urë tjetër, e cila shërben për lëvizje të automjeteve, pra qytetarët e të dyja pjesëve mund të lëvizin nga ajo urë me automjet. Ka edhe urat të tjera që ju shërbejnë qytetarëve për të qarkulluar leshëm nga pjesa jugore në atë veriore dhe anasjeltas.